nga data 1 maj 2025 me rritje lineare prej 16.1% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Për periudhën tarifore 1 maj deri me 31 mars të vitit të ardhshëm. Vendos bordin me shqyrtu dhe miratu tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët me drejt furnizimin e shërbimit universal që do të mbulohen nga data 1 maj 2025 me rritje lineare prej 16.1% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Atëherë konstatoj që me 5 vota për aprovohen tarifat me pakicë për konsumatorët me shërbim universal, siç janë përcaktuara kriteret në legjislacionin primar. Gjithë konsumatorët që kanë të drejtë më furnizu me tarifa me shërbim universal janë konsumatorët shtëpiak ose familjar dhe bizneset e vogla me qarkullim më pak se 10 milion dhe më pak se 50 punëtor. Pra janë këto dy kategori që kanë të drejtë të furnizohen përmes furnizuesit me obligim shërbimit universal KESCO për periudhën tarifore 1 maj deri me 31 mars të vitit të ardhshëm. Me qenë se pikat e radhës ka të bëjmë me shqyrtimin e ankesave të konsumatorëve, e kisha konsideruar që kjo seancë e hapur kalojmë në seancë të mbyllur për shkak të privatësisë ose mbrojtjes së privatësisë së konsumatorëve. Këtë rast ankesat të konsumatorëve kishëm kaluar në seancë të mbyllur.